Peshore, 14 koriku, sjell një frym të re në jetën tuaj dhe ju jep mundësinë të riktheni ekuilibrin në një çështje që ju ka shqetësuar prej kohësh. Këtë të martë do të ndiheni më të qartë në mendime dhe të gatshëm për të marrë vendime që i keni shtyr vazhdimisht. Mos keni frikë të dëgjoni intuitën tuaj, sepse ajo do t'ju udhëheqë drejt zgjedhjes së duhur. Në punë, dita favorizon bashkëpunimet dhe komunikimin. Nëse keni një takim të rëndësishëm, një prezantim ose një intervistë, yjet janë në anën tuaj. Aftësia juaj për të bindur të tjerët dhe për të gjetur gjuhën e përbashkët do t'ju hap dyer të reja. Një koleg mund t'ju propozojë një projekt interesant që në të ardhmen mund të sjellë përfitime të rëndësishme. Financat kërkojnë pak më shumë kujdes. Mund të lindë dëshira për të bërë një mbledhje që nuk ka nevojë të jetë domosdoshme. Përpara se të shpenzoni, mendoni nëse ajo që po blini është vërtet e nevojshme. Organizimi financiar këtë të martë do t'ju jap më shumë qetësi për ditën që vjen. Në dashuri dita është e mbushur me emocione pozitive. Nëse jeni në një lidhje, është momenti ideal për të kaluar kohë cilësore me partnerin dhe për të folur për planet e së ardhmes. Një surprizë e vogël ose një gest romantik do ta forcojë marrëdhënien. Nëse jeni beqar, një njëjë e re mund të lindë në një ambient social ose përmes një miku të përbashkët. Mos e fshini buzëqeshjen dhe spontanitetin tuaj, sepse ato janë arma juaj më e fortë. Nga ana e shëndetit do të ndiheni mirë, por mos lini pas dore pushimin. Mbrëmja është ideale për të çlodhur, për të lexuar ose për të kaluar kohë me familjen. Këshilla e ditës së mos kërkoni gjithmonë miratimin e të tjerëve. Besoni më shumë tek vetja dhe ndiqni rrugën që ju bën të lumtur. Akrepi, të dashur akrep. Kjo e martë ju sjell forcë, vendosmëri dhe dëshirën për të ndryshuar diçka që nuk ju ka kënaqur prej kohësh. Do të ndjeni më të sigurt në aftësitë tuaja dhe do të kuptoni se është momenti për të marrë kontrollin e situatave që kanë mbetur pezull. Mos lejoni që mendimet negative ose fjalët e njerëzve t'ju largojnë nga objektivat tuaja. Në punë dita është shumë premtuese. Mund të merrni një detyrë të rëndësishme ose të fitoni besimin e një personi me ndikim. Kjo është një mundësi për të treguar profesionalizmin dhe përkushtimin tuaj. Nëse keni menduar të ndryshoni vendin e punës ose të filloni një projekt të ri, filloni të hidhni hapat e parë. Financat janë të qëndrueshme, por tregoni të kujdesshëm me investimet. Mos u nxitoni nga premtimet për fitime të shpejta. Një vendim i madh sot do t'ju shpërblej për të ardhmen. Në dashuri emocionet do të jenë intensive. Nëse jeni në një lidhje, përpiquni të lini pas xhelozin ose dyshimet. Partneri ka nevojë për besimin tuaj. Një bisedë e hapur mund të afrojë edhe më shumë zemrat tuaja. Nëse jeni beqar, një person misterios mund të zgjojë interesin tuaj. Mos u nxitoni, por jepini kohë njohjes të zhvillohet natyrshëm. Shëndeti paraqitet i mirë, por stresi mund të ndikojë në humorin tuaj. Gjeni pak kohë për aktivitet fizik ose një çitje në natyrë. Këshilla e ditës është të mos luftoni çdo betejë. Ruani energjinë për ato gjëra që kanë vërtet rëndësi. Shigjetar. Kjo e martë është një ditë që sjell optimizëm dhe mundësi të reja. Do të ndjeni të frymëzuar për të provuar diçka ndryshe dhe për të dalë nga rutina. Energjia juaj pozitive do të ndikojë edhe tek njerëzit që ju rrethojnë. Ndaj shumë prej tyre do të kërkojnë shoqërinë dhe këshillat tuaja. Në punë mund të merrni një propozim interesant ose të lini një ide që mund të kthehet në një projekt fitimprurës. Mos keni frikë të merrni iniciativa, ju e favorizojnë ata që guxojnë. Nëse jeni student ose ndihni një trajtim, dita është shumë e mirë për të mësuar dhe për të arritur rezultate të shkëlqyera. Në aspektin financiar nuk parashikohen probleme serioze, por është mirë të mos pensoni më shumë se sa keni planifikuar. Një mundësi për të rritur të ardhurat mund të shfaqet shumë shpejt, prandaj qëndroni të hapur ndaj ideve të reja. Në dashuri dita premton emocione të bukura. Nëse jeni në një lidhje, partneri do të vlerësojë sinqeritetin dhe humorin tuaj. Mund të planifikoni një udhëtim të shkurtër ose një mbrëmje romantike, që do t'ju afrojë edhe më shumë. Nëse jeni beqar, shanset për një njohje të re janë shumë më të mëdha. Një person me të cilin ndani interesa të përbashkëta mund të hyjë papritur në jetën tuaj. Shëndeti është i mirë dhe energjia nuk do t'ju mungojë. Megjithatë, përpiquni të mos mbingarkoni veten me shumë angazhime një herësh. Mbrëmja është ideale për relaks, sport ose një takim me miq. Këshilla e ditës është të ndiqni ëndrat tuaja me besim. Hapi që bëni sot mund të jetë fillimi një kapitulli shumë më të bukur në jetën tuaj. Britsjap. Kjo e martë ju sjell një ditë të rëndësishme për të vendosur themelet më të forta në jetën tuaj. Kjo është një periudhë ku përkushtimi dhe puna juaj fillojnë të japin rezultate. Do të ndjeni më të fokusuar dhe më të vendosur për të arritur objektivat që keni vendosur vetes. Mos harroni se çdo hap i vogël që bëni sot ju afron më shumë me suksesi. Në punë, përgjegjësitë mund të rriten, por kjo nuk duhet t'ju frikësojë. Përkundrazi është një shenjë se të tjerët kanë besim tek aftësitë tua.
Një projekt I rëndësishëm mund të sjellë vlerësim ose një mundësi për të avancuar. Mos keni frikë të tregoni idetë tuaja, sepse përvoja dhe serioziteti juaj do të ndallohen. Në financa kjo është ditë e mirë për të rishikuar planet tuaja ekonomike. Mund të gjeni mënyra të reja për të kursyer ose për të menaxhuar më mirë parat. Shmangni blerjet nga emocionet dhe përqendroni në gjërat që kanë vlera fatgjatë. Në dashuri, zemra juaj kërkon më shumë afërsi dhe siguri. Nëse jeni në një lidhje, një bisedë e qetë dhe me partnerin do t'ju ndihmojë të forconi marrëdhënien. Mos e mbani gjithçka brenda vetes, sepse edhe ju keni nevojë të shprehni emocionet. Nëse jeni beqar, një person serioz dhe I qëndrueshëm mund të heqë vëmendjen tuaj. Shëndeti, kujdesuni për lodhjen, mos harroni të pushoni. Ju shpesh merrni shumë përgjegjësi mbi supe dhe trupi ka nevojë për rikuperim. Këshilla e ditës është të besoni në rrugën tuaj. Durimi juaj është forca që do t'ju çojë drejt suksesit. Ujori. Kjo e martë ujor, 14 korik, sjellni ide të reja, frymëzim dhe dëshirën për të ndryshuar diçka në jetën tuaj. Mendja juaj do të jetë shumë aktive dhe mund të gjeni zgjidhje kreative për problemet që ju kanë shqetësuar prej kohës. Mos I injoroni idetë që ju vijnë sot, sepse një mendim I vogël mund të kthehet në një mundësi më të madhe nesër. Në punë do të dalloheni për mënyrën ndryshe të menduarit. Një propozim ose ide juaja mund të marrë vëmendjen e personave të rëndësishëm. Nëse punoni në një fushë krijuese ose me teknologjinë, kjo është ditë shumë e favorshme për ju. Bashkëpunimi me të tjerët do të sjellë rezultate më të mira. Me financat, tregoni të matur, mund të keni dëshirë të provoni diçka të re, por para se të merrni vendime të mëdha, analizoni mirë çdo mundësi. Një plan I organizuar mirë do t'ju japë më shumë siguri. Në dashuri, kjo e martë kërkon më shumë komunikim. Nëse jeni në një lidhje, partneri mund të ketë nevojë të kuptojë më mirë ndjenjat e tua. Mos u mbyllni në botën tuaj, por ndani atë që mendoni dhe ndjeni. Nëse jeni beqar, një njojë e papritur mund të vijë përmes miqve, internetit ose një aktiviteti të ri. Energjia fizike është e mirë, por mendja mund të jetë e lodhur nga shumë mendime. Gjeni kohë për qetësi dhe aktivitete që ju relaksojnë. Këshilla e ditës është të mos keni frikë nga ndryshimet. Ndonjëherë një kthesë e vogël është pikërisht ajo që ju duhet për të filluar diçka të bukur. Peshqit, të dashur peshq, kjo e martë 14 koriku ju sjell një ditë të mbushur me ndjesmëri, intuit dhe momente reflektimi. Këtë ditë do ta kuptoni më qartë se çfarë dëshironi dhe cilët njerëz meritojnë të jenë pranë jush. Mos I nënvlerësoni ndjenjat tuaja, sepse intuita juaj do të jetë shumë e fortë. Në punë kreativiteti do të jetë pika më e fortë. Mund të gjeni një zgjidhje për situata të ndalikuara dhe të ndihmoni të tjerët me këshillat tuaja. Një person mund të vlerësojë mënyrën tuaj të qetë dhe të kujdesshme të punës. Nëse keni një ëndër profesionale, sot është një ditë e mirë për të bërë plane konkrete. Në financa duhet jeni pak më të kujdesshëm. Zemra juaj shpesh ju shtyn të ndihmoni të tjerët, por mos harroni edhe nevojat tuaja. Organizoni më mirë penzimet dhe mos merrni përsipër përgjegjësi financiare që nuk ju takojnë. Në dashuri dita sjell emocione të bukura. Nëse jeni në një lidhje, partneri do të vlerësojë butësinë dhe përkushtimin tuaj. Një moment I thjeshtë së bashku mund të ketë shumë kuptim. Nëse jeni beqar, një person me energji të ngrohtë mund të hyjë në zemrën tuaj e t'ju bëjë të ndjeni të kuptuar. Shëndeti kërkon kujdes emocional. Mos mbani brenda shqetësime që ju rëndojnë. Flisni me njerëzit që ju duan dhe gjeni kohë për veten. Meditimi, muzika ose një çrritje para natyrës do t'ju sjellin qetësi. Këshilla e ditës për ju të besoni tek rruga juaj dhe mos harroni se ndjeshmëria juaj është një dhuratë. Ajo ndihmon të shihni gjërat që të tjerët shpesh nuk I vërejnë. Këto ishin parashikimet e yjeve të dashur për 12 shenjat e horoskopit për ditën e martë 14 korik 2026. Ju faleminderit që na ndiqni dhe mos harroni të na bëni like dhe subscribe.